Përshëndetje miq të dashur, do të flasim pak për hënën e plot që do të jetë në datën 13 prill, pra pas disa ditësh. Si gjithmonë, hëna e plot na mbush plot me emocione të pabalancuara, kështu që mirë është të qëndrojmë gjithmonë të qëndruar. Pra na bën pak si lunatik, kujdes emocionet. Mirë është që në këtë hënë të plot të tregojmë mirënjohës ndaj gjërave të mira që të kemi. Kjo hënë e plot do të ndodhet në shenjën e Virgjëreshës, në 29 gradë të saj madje. Sigurisht unë flas për astrologjinë vedike. Yjesia ose nakshatra në të cilën hëna e plot do të jetë quhet Chitra. Është koha për të treguar pjesën tënde më të pastër, më të bukur, qoftë fizike, por qoftë edhe shpirtërore, pastërtisë së vetëdijes. Është koha në fakt që të pastrojmë shtëpinë tonë, gjithashtu sepse Virgjëresha ka të bëjë me këtë gjë. Nuk është mirë që të ham mish, alkool, madje dhe as hurdhra. Domethënë, duhet kemi një dietë, sidomos atë ditë me 13 prill, një dietë të pastër, të mirë, një dietë satvik quhet. Ju përshëndes, kalofshi bukur.